sistem zgjedhor që do të krijojë hapësirë për forcat e reja politike. Kodi aktual dhe marrëveshja e 2008-s e Rama Berishës ose Berisha Ramës Berisha Rama duhet të rrëzuar një orë më parë. Nëse nuk rrëzohet ky kod, ajo marrëveshje, ligji zgjedhor dhe kodi zgjedhor që kanë bërë vitin e kaluar, atëherë kjo protestë do të mbahet mend si një moment emancipues për demokracinë shqiptare, do të thyej atë mitin që shqiptarët nuk ngrihen, sepse këtu të çojnë vetëm partitë politike se nuk ka sindikata e tjerë. Edhe për këtë do të mbahet mend mirë, por nuk do të realizojnë një gjë të madhe. Ashtu si kundër këta organizatorët e kësaj proteste, të gjithë aktorët që janë atje, duhet të kërkojnë patjetër dhe ndryshimin e ligjit mbi referendumet, sepse kjo do të edhe sikur këtë të realizojnë vetëm është një arritje shumë e madhe për demokracinë, sepse kjo do të kërkojë pastaj bërjen e referendumeve, jo vetëm referendumeve kombëtare, por edhe referendumeve lokale. Kjo protestë bëri një gjë të mirë, sepse i lidhi shqiptarët edhe më shumë, si shqiptarët janë brenda vendit, edhe shqiptarët që janë jashtë vendit. Por mbi gjitha ajo që ka bërë, dhe unë kam ndjekur tek mediat ndërkombëtare, sidomos franceze dhe italiane, të cilat e kuptoj, ka qenë fakti se ata thonë, do të thënë, efekti që ka krijuar për opinionin publik evropian është i tillë që rezonon njësoj siç rezonuan lëvizjet e 6 e 57-s në vendet e ish bllokut komunist në Evropën qendrore, ka parasysh këtu në Hungari dhe në Çeki, dhe lëvizjet e 68-s si në Francë edhe në Çeki. Kështu që ata thonë që një vend i vogël si Shqipëria, që ende nuk e ka provuar demokracinë dhe ende nuk e ka provuar kapitalizmin, çohen sot dhe mbrojnë pikërisht atë që nuk e kanë provuar, sepse në instiktin e shqiptarit, por edhe në formimin, ne kemi shtresë të mesme shumë të formuar, arrin të kuptojnë që kjo nuk është demokraci, po kjo është oligarki. Ky nuk është kapitalizëm, po kjo është një anarshi ekonomike ose një ekonomi kriminale që favorizon vetëm ata që janë në pushtet dhe politikën e vjetër e cila ka krijuar ato lidhjet e vjetra ku njëra pali krijoi oligarkët, pra e kam fjalën për Berishën, dhe Rama i konsolidoi dhe i forsoi ata edhe më shumë. Kjo ka bërë, do të thënë, që qytetarët shqiptar të reagojnë dhe këtë e kanë kuptuar ndërkombëtar. Pavarësisht se ata i mësojnë faktin që shqiptarët janë çuar sepse protestojnë, do të thënë, për të protestuar një projekt të familjes Trump e tjera. Tashmë kanë evoluar dhe kanë kuptuar që nuk është ky thelbi në vetvete. Në vetvete është kjo që unë sapo përmenda. Shqiptarët janë çuar sepse nuk pranojnë më që të jenë të abuzuar, të jenë të dhunuar nga qeveria që zgjedhin. Nuk e di se si e ke kohën, por me që folën për para e di që duhet lëvizësh tani, kënaqësi që të pata dhe për komente. Më falni se nuk ju dëgjova mirë. Kënaqësi që të pata, sepse e di që jeni me kohën e limituar për shkak se ma thatë para intervistës. Faleminderit. Kënaqësi. Faleminderit Red, gjithë të mirat. Në këtë pjesë e emisionit janë bashkuar me mua Almer Toska, drejtuesi Timoni.al. Almer, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Arber Hitaj, kolegës e tarë. Arber, kënaqësi që të kam. Almer, si e lexove sot lajmin, megjithse e dëgjojmë një herë çfarë ka thënë Berisha, pastaj komentojmë. Inserti numër 1, regjia. Se sot kemi një breaking news që besoj do jepet për procedurë. Unë erdha. U krye. Po, Almer, si du duk deklarata e doktor Sali Berishës tani më që duke shumë i lehtësuar me faktin që non grada nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke se ka rënë? Shikore do, ajo që pam neve është që pam një Sali Berisha i cili po i shkëlqenin syt, e gjithë fytyra po i buzëqeshte, po i shëndrinte, duke i, siç e përmendet ti, duke i lehtësuar, njëri i cili tashmë duke që u ishe hequr nga shpina një gur të rëndë që e mbante prej kohësh,
dhe siç rezultoi ka qenë një padrejtësi e madhe ndaj Sali Berishës. Besoj që askush nuk e mendonte që do vinte kjo ditë, sepse të gjithë mendonin që marrëdhëniet e Sali Berishës me Departamentin e Shtetit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin përfunduar, quhej një kapitull i mbyllur. Zoti Berisha besoi deri në fund tek e vërteta e tij, gjithashtu përdori të gjitha rrugët ligjore për të arritur tek kjo ditë. Heqja non gradës për Sali Berishën, me çka kam parë sot në rrjet, ka sjell një entuziazm të jashtëzakonshëm te demokratët, ka sjell edhe po ashtu edhe njerëz të befasuar, njerëz po ashtu të mërzitur, të cilët nuk duan ta shohin më Sali Berishën në skenë. Gjithsesi, merr vetëm një telefonat ka komunikuar zoti Berisha që kam folur kam lajm, po ndërkohë zyrtarisht ende nuk informacioni që është përcjell nga Partia Demokratike është informacion që thuhet që zonja Nancy Van Horn i ka njoftuar zotit Berisha sot në mëngjes që Departamenti i Shtetit i ka hequr atij sanksione non gradës. Kjo është fjalia që po ta përmend tekstin e shkurtër me një fjali. Kjo është thjesht ky është lajmëri, po që është bërë zoti Berisha. Pra Nancy Van Horn i njofton zotit Berisha se Departamenti i Shtetit ka vendosur të heqë sanksione non gradës për juve. Kur ju hoq Milorad Dodik dhe atij sekretarit Viktor Orban, sikur pati një lajm publik nga Departamenti i Shtetit. Ende nuk kemi, apo do të kemi më vonë. Ka një gjë, unë nuk mendoj që Sali Berisha ka arritur në fazën e çmendurisë politike të dalë dhe të publikojë një lajm i cili më pas do të shkaktonte atij një humje besimi, besueshmërie në publik dhe do ta bënte atë akoma më të rënduar gjendjen e tij politike, pasi ne dimë se çfarë gjendje është Partia Demokratike. Unë mendoj që do kishte edhe një kundërreagim nga nëse ambasadat amerikane dhe Departamenti i Shtetit nuk ka reagim sot, unë mendoj që të paktën ambasadat do kishte një kundërreagim dhe do thoshte që është një lajm i pavërtet. Pra do ta nxirrte bllov Sali Berishën në publik. Por unë mendoj që ky lajm ka vërtetësi. Tani neve kemi mbi një muaj që flasim, që qarkullon në media, qarkullon si zë, që është hequr non grada Sali Berishës, ose të paktën është tentuar heqja non gradës. Tashmë me këtë zyrtarizim ne shohim një lloj entuziazmi që sjell një përshtjellim dhe një ridimensionim të politikës shqiptare. Pra, shikojmë që Sali Berisha tashmë bëhet një aktor i ri në politikë, i cili deri dje ka qenë një aktor, jo se s'ka ekzistuar, por nuk ka qenë asnjëherë pretendent dhe njeri i cili mund të shihej si njeriu kyç që mund vazhdonte partneri i Washingtonit. Tashmë është një tani më po thua është partneri i Washingtonit. Tani kjo ngelet për tu parë, është apo s'është partneri i Washingtonit. Unë mendoj që aktualisht Sali Berisha ka arritur një fitore personale. Dhe kjo fitore personale të paktën ai do të ketë raportet me historinë dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës do të ketë të pastra. Pra është njeri i pastër, është një figurë e cila do iki me nder, nuk do iki me njoll, nuk do iki me balt në fytyrë që e kishte deri tani atë damkën e non gradës. Kjo i është hequr dhe ka fituar këtë gjë sepse e rëndonte atë moralisht dhe politikisht. Por a mjafton? Jo, do të diskutojmë. Arber, si e lexove këtë deklaratë zotit Berisha sot, që normalisht edhe unë jam atë që thot Almeri, fakti që nuk ka dalë ende nuk është se përbën ndonjë pasiguri në lidhje me lajmin, sepse do ishte shumë denigruese për zotin Berisha nëse kjo nuk do ishte e vërtet. Kështu që mos merremi me këtë se dhe unë nuk dua të hyj kësaj pjese, unë besoj që sepse ka dalë një pistë e dytë që ka një lehtësim të sanksioneve, jo heqje, pra mbetet disi e paqartë, për sa kohë nuk kemi një njoftim zyrtar, por unë e marr të mirëqen që sanksionet ndaj zotit Berisha janë hequr edhe tashmë ka kaluar atë fazë. Unë mendoj, dhe ky është qëndrimi im i parë që më erdhi në mendje edhe kur mora vesh lajmin, për të vërtetës ta kam thënë edhe para një muaji, e kam thënë edhe te emisioni im te Albania Newscast, që do ketë zhvillim interesant në PD dhe do hiqet non grata e zotit Berisha. Sepse ishte një informacion për herë të parë ka qenë shumë serioz. Ka patur disa thashetheme edhe kur erdhi Kris Lasivi ta vitin e kaluar, por këtë radhë ka qenë informacioni më serioz nga gjitha herët e tjera. Dhe për të së vërtetës që ta çoj të plot diskutimin, flitet që ishte hequr non grata edhe një zyrtari, ish zyrtari të lartë të Partisë Socialiste, që gjithashtu ka qenë i shpallur non grata. Vangjush Dako. Flitet për Vangjush Dakon. Pra, ka qenë është bërë një lloj balance, një lloj balancimi nga ana e Departamentit Amerikan të Shtetit, megjithatë presim një komunikat zyrtar, megjithatë unë besoj atë që thot zoti Berisha, sepse nuk besoj që ai do duhet të gënjente, sepse do t'i ktheni bumerang të madh. Është një lajm pozitiv. Është një lajm pozitiv për shqiptarët, sepse po heq emrin e Sali Berishës, po heq demokratët. Nëse ka patur një damkë të madhe, që unë besoj ishte një damkë shkonte shumë larg edhe
përtej kufimit të Shqipërisë ishte që ish kryeministri, po heq emrin, ish presidenti i Shqipërisë, i akuzuar për pengim demokracisë, korrupsion, pra vetë ai kishte penguar korrupsionin, kishte favorizuar korrupsionin dhe kishte penguar demokracinë. Për Shqipërinë ka qenë lajm jo i mirë. Dhe heqja e kësaj non grate për Shqipërinë është lajm i mirë. Është lajm i mirë edhe për zotin Berisha personalisht, por kjo është një gjë që i takon atij. Problemi është që të themi atë që është e vërteta. Në asnjë moment nuk e ka penguar non grata zotin Berisha të fitojë zgjedhjet. Nuk ka qenë ai problemi. Sepse ja ku është. Ja, do të diskutojmë. S'ka qenë ai problemi. Ai ka qenë problemi. Ai është kryelajmi. Jo, nuk ka qenë. Nuk ka qenë. Pas 2021-shit ajo ishte nuk ka qenë pse PD-ja u fut në një cikël krizash. U fut në një cikël krizash, por çoi në çajin e Partisë Demokratike. U fut në një cikël krizash, por zgjedhjet nuk ja humbi zotit Berisha arsyeja e të qenë non grata. Lindën për dy fraksione të reja politike, u larguan nga PD-ja. Njerëz të zhgënjur, ai është non grata, nuk e do Berisha në asnjë moment. Mos harro artikulimin publik të këtyre viteve që non grata ka qenë kryefjala e çdo artikulimi të çdo personazhi ku nuk pi ujë. Po si spiu pi pra ujë ndikoi. Nuk pi ujë zot. Ka tjetër qasje. Nuk pi ujë sepse nuk e pengoi zotin Berisha të hapte listat. Nuk e pengoi zotin Berisha të fusë figura gabimeve, përveç gabimeve që ka bërë PD-ja, po mos e merr të mirë qenë që vetëm non grata nuk ka qenë pengesë, ka qenë pengesë kryesore. Shqiptarët thoshin si mund votojnë ne që nuk voto Amerika. Ne e dimë raportin që ka SBA-ja me Shtetet Socialistët, e kanë thënë të marrë. Partikulimit më mos votoni. Mos votoni, ndikon. Berisha s'do merrte votat e të majtëve. Jo, pra vjen keq se shikoj një. S'do merrte votat e të majtëve. Jo, ka njerëz. Gënjeshtëm me primare, nuk e bëri non grata. Tani më vjen keq. Ne gabimet e Berishës kemi përmendur këtu. Po non grata e ka sanksionuar edhe brenda vendit, ato e ka sanksionuar, e ka ndaluar që të bëhet fitues, sepse artikulimi publik është shumë i rëndësishëm dhe shumë njerëz e kanë marrë të mirëqen që ky njeri nuk krijon dot partneritet, sepse ta votojnë. Kur kryeministri për shkak se nuk e do Amerika. Kjo nuk ka lidhje. Tani ai ka lidhje me fakti masë shumë. Që mori 500.000 vota, kjo nuk u quajt. Pas Ramës e mbështeti kjo administratë. E ke shumë gabim. Po, as kjo administratë nuk e ka mbështetur. Edhe para zgjedhjeve, edhe pas zgjedhjeve tha mbështesin popullin shqiptar. E para, Rama ka qenë njeriu i cili ka krijuar më herë se ç'duhet marrëdhënien me administratën Trump. Edhe pse unë ka thënë, ka krijuar, po ka krijuar underground, ka krijuar marrëdhënie ndërpersonale, marrëdhënie biznesi drejt për drejt. Lobon. Rama ishte njeriu i cili artikuloi publikisht Trumpit dhe i tha po është fatkeqësi botërore nëse fiton edhe e rikuperoi me një marrëdhënie të ngushtë. Ndërkohë që zotë Berisha s'kishte shans ta rikuperonte. Po ç'do ishte non grata në mes. Kris Lasivi tani. Po jo pra mori magjistarin. Ka një gjë Kris Lasivi ishte njeriu i cili më shpejt iku se erdhi kur lexoi situatën në këtë vend. Nuk i mori përsipër PR-in e Berishës. Atëherë si ka mundësi që zoti Berisha nuk i hapi listat? Tani ka një gjë, këto janë gabimet e Berishës. Këtu po hajde ta analizojmë. Nëse që ka qenë 50% e në survival mode, fjala vjen. Edhe i dha zgjedhjet Ramës, i bëri gabimet me dashje po thua. Po patjetër që ka bëjnë, patjetër absolutisht. Gabimet për çfarë? Gabimet e Berishës për të mbijetuar, jo për të mbijetesë për të qenë opozit. Po për të mbijetuar. Çfarë mbijetesë? Për shkak se ka patur se kjo nuk do të Jo, ka një gjë. Ne duhet i marrim me radhë gjërat. E para njëse se bëhet analizën të duhet i marrim me radhë gjërat. Zoti Berisha një vit para zgjedhjeve dilte me atë rezultat që doli një vit pas zgjedhjeve, me sondazhe, me exit poll-e, që do thot rezultati dihej. Po dihej sepse neve artikulonin publikisht më arbër që ky nuk fiton dot se John Grada, nuk ka rikthehet Grada të arbërit publikisht, rikthehet i shohë çfarë ka thënë. Nuk fiton se John Grada, ti tani thua që asnjëherë John Grada e pengoi. Asnjëherë. Bashkë me gabimet, John Grada ka qenë pengesa kryesore e Berishës për ta dhënë pushtet. Jo, ja ta them pse jo. Ta them o miku im, në Fier Azmer Duleviç i Shqipëria bëhet, ka marrë 8.000 vota. Po jo pra se ka marrë, më leta them pak. Vota, ka marrë 8.000 vota si parti. 8.000 ka marrë miku im. 8.000 vota, po të ishte në koalicion me PD-n, do ishin një mandat e gjysmë plus. Tani ka një gjë. Përballë PS-s. Atëherë, po nuk ishte ky rezultat. Po bën autogol me këtë lloj argumenti sepse ajo forca e re politike e cila menaxhoi nga Rama thoshte ne s'bëjmë me forcat e vjetra, sanksionuar nga SBA marrëveshje. Ore,
ku janë opozitarë. Adriatik Lapaj është sorosisti kryesor i cili dilte për krah jurikimit që ishte kundërshtarja më e fortë e Sali Berishës. Dhe ai ishte të ndaluar kategorikisht të bënte marrëveshje me Sali Berishën. Tan kush janë këta sorë? Po ti e di shumë mirë, me kanë thuaj emrat më. I kanë zënë Myslim Murizi. Myslim Murizi kanë zënë 18 emra. Tani më thuaj emrat e kanë zënë. Tani më thuaj 18 emra kanë zënë Myslim Murizi brenda. Pra kanë zënë ato gjetë argumente, po çfarë argumentin? Do të citoj Myslim Murizi. Emrat. Emrat e sipas Myslim Murizit. Po. Myslim Murizi për Soros në PD. Po. Edhe madje edhe një krye negociator këtë ke zyrtar edhe ka emra të që dinë ne krye negociatorin e opozitës në këtë situatë nuk është e thënë krye negociatorin e opozitës në këtë situatë e ke drejtorin të bordit të Sorosit Ermal Asimi miku im që përshëndes. E ke atje miku im. Tani si ka mundësi kjo lufta anti-Soros edhe i Sali Berisha kur Lapa që nga i Sorosit e përse mori PD-ja dhe ka marrë Lapa e kundërshtoi koalicionin me Partinë Demokratike me arbërti e di sepse po kjo është jurikim. Po jo më se si ofroi PD-ja mori. Si ofroi PD-ja e ka dalë ne skemi. Më le ta nxjerrë emrat. Të vend apo jo? Nxjerrë emrat. Po nxjerrim më emrat na i thuaj të dim dhe ne kush janë Sorosit. I lëm emrat se për mua dhe i themi, po puna është mos ta shfokusojmë debatin të rritë të debati për nëngratën e Sali Berishës. Arber. Do të nxjerrë emrat. Jo. Jo, unë jam nëse i ke tani lexoj tani se mos janë emrat konfirmuar këta apo janë emra që jo sipas Murrizit thotë. Myslim Murizi. Sipas Murrizit. Madje janë 27 njerëz thotë. Po. Zoti Murrizi, do ta nxjerr. Me emër me mbi emër prit pak. Më fal. Po më se ftoj Murrizin këtu e diskutojmë tjetër. Po unë dua të jem korrekt me që thonë. Ta vazhdoj unë ide. Shikoj, unë di themi gjë që Zoti Berisha, unë jam dhe i ngelem ides që ka qenë njeriu i cili ka bërë gabime, por mbasi ka qenë gabime të detyruara nga rrethanat që ta çonte Partinë Demokratike në një humbje siç mori humbjen e shkuar. Zoti Berisha ne kemi artikuluar që për shkak të besnikërisë që do të ruante ndaj atyre të cilët që ditën e parë u gjendën pranë, i futen listat sigurta. Kjo nuk u prit nga demokratët, pas nuk u prit nga shqiptarët dhe Zoti Berisha mori rezultatet që mori. Për mua Sali Berisha ka bërë gabimet një pas njëshme të pafalshme, që cilët nuk fillojnë në zgjedhje, por fillojnë që kur ai mori vulën e Partisë Demokratike. Zoti Berisha deklaroi hapjen e partisë, nuk e bëri. Deklaroi që do kishte garë, nuk bëri garën primare. Deklaroi që do kishte një ekip fitues. Nuk e bëri, do kishte një parti konservatore e djathtë, nuk e bëri. Të gjitha premtimet e dhëna gjatë foltoreve Zoti Berisha nuk i mbajti. Kjo është gabim fatal. Më pas Zoti Berisha shkoi në zgjedhje lokale, i detyruar nga rrethanat bashkë me LSI-n, mori atë rezultat që mori ato bashki dhe më pas nuk vazhdoi rikuperimin në zgjedhjet e 2025-s. Çfarë bëri? Zoti Berisha e mbylli listën. Zoti Berisha krijoi një parti besnikësh. Zoti Berisha në vend që të ulte një njeri që mund të ishte antagonist me të, por mund të ishte profesionist, uli Flamur Nokën pranë tij, pra sekretar përgjithshëm. Uli Albana Vokshën tek zyra e gruas. Pra nuk krijoi se PD-ja do ta largonte Berishën tani dhe do ishte e padrejtë që ka një gjë. Që do bënte se sot koha i dha drejt. Tani ka një gjë. Zoti Berisha është një person i cili për mua është kalsifikuar dhe lidhet ngushtë me atë parti dhe kontrollon dhe do ta kontrollojë sa të ketë jetën ai. Por a është i mjaftueshëm që ne të shtrojmë pyetje publikut? A është i mjaftueshëm Berisha për të ardhur në pushtet? A gëzon më reputacionin dhe simpatinë Tani fjala vjen që është hequr në ngrata. Sa janë mundësit? Tani ngjelet. Se i bie që a do bashkohet Partia Demokratike Almer? Ka një gjë. Unë mendoj që të gjitha grupet që kanë dalë jashtë PD-s, në momentin që nuk ka një lider të ri, unë mendoj që ato nuk bashkohen me Sali Berishën. Nuk bashkohen. Por tani ka një gjë, sepse ato e kanë konfliktin e interesit, e kanë konfliktin e interesit me Sali Berishën, sepse ato mendojnë që Sali Berisha ka uzurpuar, e ka marrë në mënyrë pa të drejtë, pra Sali Berisha nuk është fitues, nuk i çon drejt fitores. Të gjitha këto lloj artikulimesh të bëjnë të qëndësishme idenë që Partia Demokratike nuk mund të ketë një koalicion të gjerë apo një riformatim. Zotëri, Sali Berisha është aty. Edhe pas kësaj nuk do ketë koalicion të gjerë. Ka një gjë, neve këtë gjë nuk mund ta them, nuk mund korrente të interesuara për këtë. Tani më le të mbaroj. Unë di them këtë gjë, që Zoti Berisha, edhe pse sot është kryetari i Partisë Demokratike, është 81 vjeç, është mosha që ndalon për të qenë një person pretendent dhe për të qenë kandidat fitues. Brezat atë që kanë dalë atje në protestë janë brezat që kërkojnë rini, kërkojnë hapje, ristrukturim, riformatim, ndryshim.
zhdukje për largim nga kjo të njerëzve të cilët janë edhe tek analiza, po trimte non grata për të ngelem. Pyetja që dështrojmë ne publiku sot është a është ky Sali Berisha më i mirë tani pas non gratës dhe ju a vërtet do ta votoni? Është një pyetje retorike që kërkon përgjigje nga publiku. Këtë mund ta hedhim në sondazh. Unë mendoj ai dha kohë të drejtë tani Sali Berishës. Po patjetër që kohë i dha të drejtë Sali Berishës, por i dha një kohë për drejt për një figurë si Sali Berisha, si ish president, ish kryeministri i vendit, për ta mbyllur karrierën me nder dhe bërti nga politika me nder dhe jo për të vazhduar karrierën politike, sepse nuk e pranojnë shqiptarët zotri. Këtë ka treguar koha. Tani, a kanë faj më shqiptarët që zoti Berisha bën zgjedhje me një kandidat brenda partisë tij? A i kanë faj shqiptarët që zoti Berisha shkon edhe zgjedh dhe përjashton nga gara si të infiltruar, si agent, si kundërshtar, të gjithë djemtë të rinj të cilët nuk i futen atij në rresht? Në zgjedhje për degat e brenda partisë. Ja, po mirë të drejtë. Jo, po mund të thash, po s'ka lidhje, po non grata ka qenë kyçe, nuk e lejon non grata që ishte. E ke shumë të drejtë tani, më lër të mbaroj. Murrizin po e kanë video. Po jo, më s'ka gjë gjende dhe video gjoj, nuk ka problem. Tani, çdo parti ka brenda tradhtarët, besnikët, ka mercenarët, ka njerëz të Sorosin në podal mera, po për mendimin tim ka. Po për mendimin tim ka. Mendim ti e ke në polë. Po me prova si mund ta them se pagesën. Po unë njerëz që kanë qenë në listë pagesë, tani ka një nuk e di kush janë listë pagesë. Ka një debatin te njerëz të Sorosin për të se për emision. Di shumë mirë, zyrë shtypjet e tjera. Ti di shumë mirë. Ka një gjë, unë nuk edhe zyrë shtypjet e PD-s. Ka një gjë, është folur që Alfred Lela është folur më. Vjen nga Soros. Edhe mund të jetë vërtetë, nuk e përjashtoj. Edhe mund të jetë vërtet. Mbase zoti Berisha mban Alfred Lelen aty për ta pasur interlokutor ke Sorosi. Ku diun çfarë strategji politike ka ai. Po trinte non grata, tani zotri non grata. Nuk i falet Sali Berishës, i cili edhe pse e priste këtë lajm, që ta mbyllte prapë partinë dhe pse trembej nga një figurë si Ervin Saliani, që të kishte një garë të ndershme për ballti, po të kishte edhe garë edhe brenda strukturave për zgjedhjen e kryetarëve degëve. Nuk lejoi garë dhe nuk pati garë të diktuar në shumë nga qarqet, në shumë qarqe të Shqipërisë, në shumë degë të Shqipërisë. Nuk lejoi që Partia Demokratike të rifreskojë me element pozitiv. Përjashtoi kandidat në Durrës, përjashtoi kandidat në Korç, nuk ka kandidat të zgjedhur në Fier. Ka kudor në i bëri këto si pasojë e faktit. O zotri, i bëri para 2 muajsh. Bante mbi shtëpi. Çfarë bar shumë të rëndë. Ky është argumenti. Atëherë, shumë mirë, argumenti bëhet edhe po them aty me kundër argumentin. Nëse Sali Berisha zotri, do të ishte mendje hapur dhe do nu haste aron pushteti, nuk duhet futet në ekip, edhe nuk duhet të ketë në ekip lojtar që nuk ti pranon tifozeria pra, populli, demokratët. Nuk mund të luash ti me lojtar që nuk din të kapin topin. Po iku ajo, po të janë njerëz që flenë në fushë dhe nuk vrapojnë në fushë. Janë njerëz që nuk sjellin vota, por vegjetojnë politikisht aty. Janë njerëz që janë të korruptuar, po ai sa të majtët që janë në pushtet. Janë njerëz që janë me dosje korruptive dhe gjenden dosjen e Belinda Ballukut. Këto element zoti Berisha duhet ta ristrukturojë, është në Kosovë. Tani më e ka mundsinë ta bëjë. Po e ka pra sepse zoti Berisha sapo konfirmua me një kandidat, me një gard vetë, me një garë turshme dhe zoti Berisha tani thotë, tani që mojë non grada, unë do aspiroj pushtetin. Të nderuar demokrat, unë tani bëj një hap mbrapa, largohem dhe lejoj garën brenda partisë që ju të vini pushtet. Nëse nuk e bën këtë, atëherë duhet ulet me amerikanët dhe vendosin një lider bashkërisht me amerikanët që po dohet vinë pushtet. Nëse nuk e bën këtë opsion, duhet thotë, unë do ngelem kryetari, por